Dhe inspektori i lartë i drejtësisë me një vendimarrje ka bërë atë që në fakt ne denoncuam me ko. E para, ankimimi nga një antar i Këshillit Lartë Gjyqësor është i pabazuar në ligj. Pra nuk ka bazë ligjore. E dyta, inspektori i lartë i drejtësisë, ashtu si kundër prokuroria e përgjithshme, nuk është organ vendimarrës. Pra, të dyja të pavarura kryen hetimet për veprimet apo mos veprimet e një magjistrati dhe këta të dy institucionet ja dërgojnë KLG-s për vendimarrje. Pra, KLG-ja o duhet kishte pranuar relacionin e prokurorit të prokurorisë së përgjithshme, ose duhet ta kishte rrëzuar, por duhet kishte dalë me një vendim. Fakti që KLG-ja ka rrëzuar relacionin e komisionit të karrierës tregon që e para dosja ka probleme edhe më të mëdhaja se ato që ne kemi konstatuar, dhe dyta kanë bërë këtë pozicionin që ta mbajmë mirë me të gjithë palët. Sepse jo më kot, edhe sot që po flasim ne i nderuar, unë nuk kam marrë një përgjigje nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, fakt për cilin shumë shpejt do t'i drejtohem SPAK-ut me një kallëzim penal, sepse e para nuk më vën në dispozicion dosjen nga prokuroria e përgjithshme, pra relacionin, dhe dyta nuk më vën në dispozicion parashtrimet e bëra nga Irena Gjoka Shpata Maneku. Ndërkohë, inspektori i lartë i drejtësisë heton shkeljet që janë bërë pas përfitimit të mandatit. Pra, ky është dallimi që ta kuptoj dhe publiku, nëse prokuroria e përgjithshme heton për shkelje apo vepra penale që janë bërë përpara marrjes së mandatit, si gjyqtar, po të magjistratit, atëherë ja kalon për vendimarrje KLG-s. Pra të dyja thash institucionet, prandaj thash për turpin e tyre ato s'kan marrë një vendim. Po se dhe KLG-ja këtë tha para pas marrjes bërë një ndarje të tillë. Po patjetër, prandaj dhe kërkesat tona edhe për t'ia sqaruar publikut kanë patur dy objektiva të ndryshme. Në prokurorinë e përgjithshme ne kemi kërkuar mbarimin e mandatit. Çfarë do të thotë mbarimi i mandatit? Ne kemi thënë që në momentin që është bërë rivlerësimi i kësaj magjistrateje, nuk plotësoheshin kushtet që kjo të shkonte të rikonfirmojë në detyrë. Dhe mbarimi i mandatit sjell dhe pasoja juridike, siç janë ato që lidhen, dhe prandaj dua të dalë kjo pika që KLG-ja me përforcimin e ides ton që nuk kanë integritet as moral, as profesional, kanë dalë me ato vendim pa vendim, sepse nëse ato se ishin të detyruar referuar fakteve që ka çuar prokurori i përgjithshëm para KLG-s, do të bënin mbarimin e mandatit, dhe mbarimi i mandatit do kishte një pasojë në vendimet e gjykatës së Strasburgut, konkretisht po e lidh me çështjen e zotit Berisha dhe zotit Maltezi, subjekte të cilat këto e kanë kërkuar dhe gjatë gjykimit. Pra, këto e kanë kërkuar gjatë gjykimit, i kanë thënë ti nuk plotson kushtet për të qenë magjistrate dhe ne kërkojmë përjashtimin. Përjashtimi nuk është pranuar, por është një argument shumë i rëndësishëm që gjykata e Strasburgut ka mundësi potenciale për shpallur të pavlefshme ato vendimarrje. Vetëm në bazë të kësaj gjëje. Patjetër. Nga ana tjetër, çfarë thot inspektori i lartë i drejtësisë? Nisur thot nga funksioni që ka KLG-ja, ti nuk mund të vish të më kërkosh mu ankimim, sepse unë çfarë do lloj vendimi që do marr, do ta sjell prap ty. Kështu që vërtetoj dhe akuzat që bëm ne, që kjo vendimarrje KLG-s ishe një vendimarrje jo vetëm antikushtetuese dhe antiligjore, po një vendimarrje e qartë